Përshëndetje, unë jam Bera, për të gjithë ata që nuk më njohin. Dhe ky është kanali im I YouTube-it ku unë po t'rregoj jetën time kaotike për momentin. Them kaotike edhe për pak, shpresoj vetëm për këtë fundjavë, sepse jemi në procesin e rinovimit të gjithë shtëpisë. U bën 2 vjet që neve kemi hyrë në të shtëpinë tonë të re, edhe kemi rinovuar nga pak, duke mbaruar njerë me njërën dhomë, njerë me një dhomë, njerë me një dhomë, njerë me një dhomë, etj, dhe kështu në total u bë dhe shtëpia. Më në fund rinovimi ka marrë fund. Dhomat të gjitha janë të reja, janë të rregulluara. Një gjë për të cilën jam shumë happy është që çdo proces hidraulik, elektrik apo dha I gazit është bërë nga profesionist, ndërsa e gjithë pjesa tjetër është bërë nga Mario dhe unë. Tani marrë ca kredite unë, më shumë normalisht ka punuar Mario, por kur ka qenë puna për të punuar dhe unë, kam punuar dhe unë, besoj se juve që më ndiqni e mbani mend. Ndërkohë kam bubin tim të voçkël atje në gjumë, Evani, edhe kaq. Sot në pikë të mëngjesit mendova që do vinte diçka tek Lidl. Sot presupozohet që të vinte tek Lidl-i, një kështu që bën mix vezët, brumi, gjëra, robot kuzhine, se nuk di si ta them ndryshe. Mixer I madh, jo mixer dore, po mixer I madh. Edhe ishte 50 pound. Mua përgjithsisht çdo gjë elektronike që unë kam marrë nga Lidl është perfekte. Kam Expressin që e kam bler 80 pound, edhe kam 3 vjet me ato dhe e bën përsëri shkafën në gjendje perfekte. Kam një kështu chopper, një kështu gjëra që përzihen, bën. Domethënë çdo gjë që unë vërtet ajo marr elektrike nga Lidl më ka dalë super e mirë. Kështu që mendova të marr vetë këtë robotin dhe në vend që ta ble 200 kusur, ta ble 50 pound, ose më saktë, po e ble se është 50 pound, se për më shumë nuk do e merja. Më gënjeu truri sepse ai nuk kishte ardhur, ose më saktë, unë e kisha lexuar të premten. Unë e kisha lexuar që të vinte ditë të enjte. Dhe ata e kishin ndryshuar, nga që stoku ishte me vonesë, pak nuk shumë tha ajo shitja, që të mos gënjej kot, dhe më tha vjen të dielën, tha. Sot thash vetëm gardening. Okej, thash unë, hajde tha që 9:30 tha ne hapim, tha, po ti s'mund të kalosh në kasa para orës 10. Dhe tha, po pse s'do kaloj gjysmë ora unë Lidl për që pune? Edhe kështu që do shkoj të dielën që në mëngjes, sepse dua vërtet ta marr dhe më jam bindur. Ndërkohë bëra ca pazare të vogla, ca domate, një rrojnë ginger buffalo që do ta bëj ginger shots. Tani unë kësaj kam vendosur këtë që Bianca mos ta bëj pis dhe këto janë gjithë gjërat nga IKEA që unë kam porositur, rrobat që duhen vend. Evani që po fle. IKEA kam porositur si këto lulet para ca kohësh. Këto janë fejka, mirë po mendoja gjithmonë që do dukeshin shumë shëmtuar. Sepse më dukeshin një gjë kot. Mirë po në momentin që unë e kam shpërndar ashtu siç unë doja ti shpërndaja, më duket shumë bukur. Mirë po s'm pëlqente kjo e zeza. Atëherë porosita nga këto të bardhat, disa, edhe do e vë kështu. Tani një nga kjo erdhi e krisur, edhe thash s'ka gale. Poundet sa ishte ajo? 1 pound e 25, unë shoh që gjithë kohës djalin, 1 pound e 25 e thash është fajn ajo. Mirë po, për në një vend më ndryshe që bie më shumë në sy, kisha porositur këto, edhe këto me këtë dizenjë ishin 4 pound një. Mendosh që ti vetëm lule është 5 pound. Edhe kjo kishte ardhur copa. U mërzita shumë, me thënë drejtën, edhe normalisht mendova që t'i kthej, ta vend. Mora shërbimin e klientit në telefon, edhe ju thash kjo më ka ndodhur, dhe më thanë që, okej, tha, do lekët, tha, apo do produktin? Unë e thash, dua produktin, thash. Okej, në rregull, tha, duke qenë se është thyer, tha, nuk është nevoja t'ja japësh atit, të lutem shumë, tha, hidhem plera, mbasi të vinë këto të rejat. Edhe thash me vete, ku e diti që vërtet më janë thyer mua? Ku e diti që unë nuk po mashtroj? Nëse mu më janë thyer, se ja kam atje cop, po edhe nuk vlera këtyre është 5 pound në total, nuk është në një gjë që vlen 10 pound, 15, 30, ku di gjë. Nëse. Kam porositur thash ca pul për të bërë ashtu, ca chicken nuggets.
Kur del nga Lidli përgjithsisht është një treg. Janë ca anglisë që bëjnë një si tip tregu atje. Edhe ishin këto 3 specat me 2 pound. Kështu që i mora dhe këto. Do t'i bëjnë një dite speca me gjiz. Edhe t'i kem aty. Përgjithsisht specat me gjiz janë të mirë edhe janë super të shishme. Edhe një gjë tjetër, komshiu jon që shpesh ka sjell domate, kastraveca, këto perimet le të themi. Edhe gjithë ata që sjell një qese të Lidlit dhe kishte plot kastraveca. Jo vetëm që ishin të thjesht plot, po ishin aq të shishëm se s'ka ku shkoj. Normalisht e falenderuam shumë edhe gjithmonë sjell kështu. Edhe ne japim atë tonë, po atij ja sjellin më duket se nuk e di kush punon në sera. Jo ai, nga njerëzit e gruas. Edhe sa ai smerret me këto gjëra, merret me gjëra tjera. Në punë tjetër, edhe gjithmonë na sjell kështu kastraveca. Mi po vetëm dje kemi bërë nga 3-4 sepse ishin aq të shishëm se s'ka ku të shkoj. Edhe më varet më kujtua koha kur ishim në Shqipëri, që ishin kastravecat kështu jo kaq shtrencat që janë këtu, dhe ti mbushje një pjatë plot, i hidhje çik krip edhe i haje, edhe ishte fantastike. Ndërkohë këtu është çmimi. Nëse ti vë dhe këto me ruban. Shpesh te Lidli marr këtë prosciutën që e pres në riska fare të holla, jap një të skuqur të lehtë, edhe mund ta hap për shembull me vezë, me bukë, pa bukë, po është e shishme. Unë jam marrë vetëm me punë, kam larë, kam pastruar dhe kam sistemuar një pjesë të kuzhinës. Tani kam gjithë pjesën tjetër. Erdhi Mario, futëm këtë gjë në brenda, ajo është akoma nga IKEA, si që shikoni ato fejkat e kam vendosur aty se s'duaj që të prishen. Edhe kemi shumë për të sistemuar, kam unë shumë për të sistemuar. Në të njëjtën kohë, këtu kemi gjithë pako që duhen montuar. Këtu janë të shenjë, është tavolina, karriget janë lartë, edhe po mundohemi, domethënë, mua më duket se unë kemi lëvizur tani në shtëpi, sepse është pako kudo dhe pako që neve na duhen, na hyn në punë. Shumë punë edhe s'ka profesionist i mbyllim. Që në Shqipëri që unë mendoj gjithmonë çfarë pjatë është marrë. Edhe po kërkoja, nuk doja as stoneware, as ceramik, doja porcelan. Edhe kisha gjetur një që mua më pëlqente dhe ishte fine china porcelain. Domethënë porcelan i mirë po më dukesh çik shtrenjtë me të drejtën. Edhe nga kjo gjëja kam hezituar shumë kohë dhe nuk i mor. Mirë po një dite, rastisa, që kishim bërë një ulje goxha të konsiderueshme, edhe mendova, ja sot ja kurrë. Nuk e di sa më keni arritur të më njihni, mirë po unë dua vetëm gjëra bazike, dua vetëm gjëra të thjeshta, dua vetëm gjëra pa ngjyra, pa jetë etj. Pastaj vjen Mario në jetën time, i cili do ngjyra, do shumë gjëra me ngjyra, do të shpërthejnë ngjyrat dhe koloret nga të gjitha anët. Edhe e thash të rrejt e kolore, ngjyra i njësoj pra është nejse. Edhe kështu që më bën që unë ta shikoj jetën pak më ndryshe. Dhe për këto lloj mënyre kemi ndonjë në baziken, që janë muret e bardha, kuzhinën në kam bërë të bardhë, pjesë më të madhe të bardha dhe ngjyra bazike, mirë po nëse vëm ngjyra në mur, në piktura, në lule, në gjëra tjera. Nejse, po i thoya Marios, Mario jam në dilemë që të bëj me pjatat, dua të porosis. Edhe Mario gjithmonë më thoshte me të drejtë, shiko, po më pyetet ti mua, dihet se çfarë dua unë, thoshte. Kështu që o merri ti vetë që ti ke shef, ose pastaj po më kërkove mendim mua, unë do i marr shumë. Nëse unë mora diçka që mua më pëlqen shumë, ka ndër një dizenjo fin, edhe të lezetshëm, edhe të bukur për syrin. Mirë po, ato, siç po thoya, ato s'po më vjen emri, ato të supës, tasat e supës, kupat, bowls, whatever, quajeni si të doni. Ishin pak të vegjël, edhe thash tani ta marrë mira ose jam dakord. Unë vetë sënde ja bësh, unë dhe mbush 2 herë, 3 herë po të duash. Po të vjej tjetri në shtëpi se unë këto e porosita për tjerët, se për vete do hajet ato të bardhët. Do bëj këtë gjë, do pyes Marion, nëse Mario ka dëshirë që t'i mbajmë, atëherë do t'i mbajmë. Dhe kusë s'dua? Do thus mi ndesi? Mi ndesi? Hej!
Ngopin ju me të pudhur kalamajt tuaj. Dhe i bëra të dy stolat dhe i vura dhe si për njëri tjetrit. Careful më bubuj. Edhe ja ku janë. Ndërkohë patatat janë bërë edhe duken super të shishme. Edhe kjo në furr edhe dan. Ndërsa këtu kam lëngun që mund të përdor për një gjë tjetër. Erdhi edhe një pako. Këtu është tip cake stand, le të themi. Po jo për torta është. Është kjo këtu, weirdo. Edhe kjo që është si për tartë. Shumë. Në më thënë kështu. Nice, më pëlqen. Dua të shtrijem, dua të fle, dua gjumë. Tani që ti të flej këj. Tani që jemi gati për të marrë Biancën. Tani që do vi dhe Marjot na marri me makinë të shkolla. Se është diku këtu afër. Në më po vjen, thjesht kanë gjetë cik trafik. Edhe, yes. Po laj pjatat edhe yes, këto janë. Kjo është pjata e ëmbëlsirave. Prit. Këto janë kupat që i lava. Po janë pak të voçkla për mendimin tim. Kjo është pjata e ëmbëlsirave, që më pëlqen shumë. Këto janë pjatat e thella, apo ndryshe ato që do përdoren për makarona, kështu ishin të shkruar atje, po ti mund të përdorësh për pilaf, për çfarë duash, normalisht. Edhe këto kanë këtë dizajn, domethënë është i njëjti stil, por secila pjatë ka atë personalitetin e vet, le të themi. Kjo është pjata e madhe, që është fantastike. Dhe përveç kësaj ka dhe një cilësi super të mirë, mirë po detajet, nëse nuk e di kap kamera ashtu si duhet apo jo, janë vërtet fantastike dhe më pëlqejnë shumë. Këto do lahen nesër. Luke dhe pirunj që i kam porositur edhe këto. Kanë këtë dizenjën kështu. Është 18-10 ai që neve na duhet. Ditë e re. Edhe unë kam mrekulluar flokët. Do thonë juve pse. Shumë e thjesht, kam takim me Biancën. Do dalim të pim një kafe. Ndoshta të ham diçka, i bie që i marrim të litli e ham atje te Kosta. Shkurt shqip thjesht. Edhe ka shumë tani po shkoj të marr Biancën. Do shkojmë pastaj do dalim dhe pastaj nga atje do kthehemi sërish te shkolla sepse kanë science show. Edhe me që është e premte, edhe me që është një gjë e lezetshme, pse të mos shkojmë ta shikojmë. Eva ne divum këtë për diellin. Të premteve tek shkolla kanë kështu që japin akullore. Edhe Bianca çdo të premte do marrë një akullore. Tani po ikim të pim një kafe. Edhe un kam shumë kohë pa pirë kafe me Biancën. Se sot ndjes të piva një. Si the mama? Ice cream. Ice cream, ice cream. Ice cream, ice cream. Zemra mami. O mami o dhe letrën tokë, moj mam. Vene këtu. Ha, vëre. E shikoni. Tada! Ja, po mbarojmë gjërat dhe heqim edhe këtë, që këtu. Good things i ka camping. Mirë mëngjesi. Easy peasy. Është e diel. Kemi bërë shumë punë tek shtëpia dhe ajo që na ka ngelur është montimi i tavolinës së ngrënies. Mario ka ikur me Biancën te soft play. Sepse ja prit kalojnë sa njerëz ju them. Kaluan. Ka ikur të soft play sepse dje janë nximi jetën të shkretës edhe nuk dole mas gjë fundi. Edhe ndoshta edhe sot do bëjmë diçka tillë. Me ideja ishte të paktën të dalin një çik edhe kështu tham të shkojnë në mëngjes atje. Unë do shkova te Lidl sepse doja të merja një mikser, që është hera dytë që shkoj dhe nuk është. Edhe o do provoj në një dyqan tjetër, ose nuk e di. Nëse sot që mund, domethënë kësaj radhe që mund tek mua ta blej, kësaj radhe po bën nazi këtë dyqani jo.
Shka me vrap atje se po vdiqem. What do you want to play, mami? Ka vesh Bianca me fustan. Ka pantallon të shkurtra poshtë. Oh, you wanna play with this one? Mund të duket çdo gjë lëmsh, mirë po kemi porositur shumë gjëra, kemi bërë shumë gjëra edhe jemi në fazën e sistemimit të gjithave. Kam sistemuar dhomën e Biancës lart. Dhe sapo më erdhi një pako që kam porositur me 2 jastik. Janë deluxe, janë shumë të mirë, ishin çik të shtrenjtë. Dhe që kanë këtë që kanë silk me idenë që gjasma ti edhe të flesh. Askan. Kam vënë një poshtë për të luajtur. Edhe presuppozohet që kjo është silk edhe të ndihmon për rrugët. Në fakt s'ka shans që unë ta përdor këtë, por nejse është këtu në rast se e duam. Këto janë jastikët, është data 1 prill. Sot është 31 mars edhe neve do na vinë vizitor. Kështu që përveç se kemi bërë gjithë rinovimet e shtëpisë në kohë jo rekord, po jemi munduar që t'i bëjmë shpejt e shpejt, dhe mos tonë kohët e fundit. Kemi pas shumë blerje për të bërë. Edhe unë po mundohem të sistemoj pjesën ku do rrinë ata. Edhe na duheshin 2 jastek të rinj. Këto janë memory foam, kështu që do presim tani që të hapen edhe të fryhen në maksimumin e tyre. Kishin review fantastike, kështu që yes, po i hap që tani që të fryhen maksimalisht deri nesër darkë dje. Oh. Ka misht mjek.
shpejt e shpejt. Dhe ata që mendojnë dhe e dinë se çfarë shoqëria dhe ku i duhet dikujt